NATO nuk e mbron Kosovën. Nuk ishte nga ato më shpresim dhënëse të fundit fare tanishme. Që thanë që Kosova të përgatitet sepse çdo skenar mund të jetë i mundshëm. Po mirë, të përgatitet në aspektin se edhe Kosova do të luftojë, se nuk do të luftoj, por ama të lë pandim. Kur flitet për një do të thotë ajo. Do të thotë që situata edhe gjua e tillë do ta kuptojmë gjuhën e tillë. Nuk do të thotë ajo që ti mos u përgatit se nuk ke mua, pra ti do luftosh, po do të jem edhe unë me ty, e njëjta gjë si Snodi. Edhe në 99-ën luftuam neve, po ishte edhe NATO me neve. Jam dakord, po ishte një situatë politike nga një ideologji tjetër. Ndoshta mund mos të sjellë një gjë, mund mos të sjellë trupa, po të sjellë aviacion, pra njëjta gjë. Tjetër që eksportonte demokracinë, kemi të bëjmë me ideologji që eksportonte demokracinë dhe ishte koncepti dhe mbronte sepse ishte tirania, shpërja e bllokut demokratik etj. Ndërsa sot kemi me përmbysje, sot nuk ka më koncept eksportimi të demokracisë amerikane, por ka të inkapsulimit për brenda të demokracisë dhe konservativizmit demokratik. Nuk funksionoi Amerika, në 99-ën ishte NATO që funksionoi. Ishte NATO o gocë tani se ti ke qenë luftë, po ne kemi qenë jashtë, bënim luftë mediatike, unë kam bërë luftë mediatike atë. Dhe po themi gjë që po mos ishte aksi Washington-Londër, NATO i merrte të keqen ushtrisë jugoslave, sepse gajmëroshin 3 ditë para dhe këta talleshin, jepshin kështu maskerina. Tani nuk ka qenë bile u zbuluan spionazh ushtarak brenda NATO-s, që nga Korfuzi jepeshin gjithë koordinatat e bombardimeve. Në momentin kur Clinton e kuptoi këtë gjë dhe ishte marrë vendimin për të bërë seriozisht, planet e bombardimeve nuk u dhanë më antarëve të tjerë të NATO-s, ishte vetëm Londër, Washington dhe pati efikasitet. Se ke qenë aty ndoshta se ke ndjekur, ke qenë duke luftuar me Serbia, shumë sa ju dhe nuk është nuk kanë ndodhur ashtu, po kur zbuluan planet, atëherë u morëm vesh me shtabin e brigishëm dhe kur avionët amerikanë ishin në ajër, na merrnin telefon dhe na thoshin na jepni koordinatat se janë avionët tanë në ajër që mos kalonte nga Brukseli dhe jepnim koordinatat amerikanëve dhe ata direkt bombardonin. Në rregull, kalonte nga Brukseli. Ti po konfirmove që themun. Në momentin që u bën efikase bombardimet, kanë qenë vetëm bombardime amerikanë. Ka qenë një periudhë komplet tjetër, sepse dhe në deklaratën 1244 e ka votuar dhe Rusia. Tani,